Hajde, Dibran, dhe të falenderoj që jenë në studio. Sot je vetë, nuk je panel këtu. Nuk muj me performu. Falenderit shumë që jenë në studio. Rato, tutëm. Po thush së mundesh me performu kërë je vetë, a? Duhen me pas përballje, për ndryshe mas muj me performu. Ja, mundej me performu edhe sot në këtë intervjis një mënje. Më thuaj pak, i parapelqen këto intervjis ati formati, apo tash me si me thonë je konsolidu dhe je bërë një ftyre debatit, apo jo? Jo, është e kundër, ta ish pak me ironi, dhe me thonë gjithë kam shumë ma shumë qef me artikulu, si me thonë, ma lirëshëm përmes intervistave, po kjo nuk është një qëllim vete, ama unë e kuptoj që edhe platformat e debateve tash jenë bu edhe kontribuojnë pak në qëtë regjistrin e konsumit vizuel, sa që në një masë ose tjetër, ajo është që ka kërkon shoqënia, e di që marrim edhe shumë kritika, duke na thonë që po krijoni përplasje dhe zhurmë, dhe me thonë unë gjithë kujdesna që me ikë prej që ati lloj, si me thonë, formësimi ose mënyre të bëmi debat, po, jo, preferoj edhe intervista që nështë mundën me na qele dhe dimenzione tjera në mënyrën se që ka diskutojnë. Shumë dimenzione do hapim në intervistë, më bëhet shefi që erdhe, sepse i shpesh në për debate, sidomos të presin kove të fundit, dhe është ndoshta Dibrani pritan me ardhë, se shumë shpesh për djerë me dalë në televizion, po the po. Kështu që do të dalim të këshumë tema, po paremisht më thuaj pak, sa të pëlqen ky epiteti i analistit, ky epiteti që i këndvështrimit tënd politik dhe i bindeve tua politike, sepse po besoj që feedbacku dhe njerëzit rrugë po dhe rrjetet sociale veçanërisht e kanë këtë qasje me tyja, si analisti një aktualiteti politik. A je mëshiru shumë me këtë epitet? Jo, shpan nuk është qenina shumë rahat, por krejtë që kjo qarja mes asaj qysh perceptohemi edhe çka jemi, na duhet me punu me vetën edhe me konë nështë në qëtë terrenin e asaj që ka jemi me konë rahat. Kur shkojmë edhe kur mshelimi mrana mureve. Kjo është një lloj domosdoshmërie, me thonë, e nxonjes së një hapësire publike, po nuk është qëllim në vete. Në momentin që bëhet qëllim vete, dalja edhe trajtimi i temave për hir të daljes në televizion ose në debate publike, politike, atër kjo bëhet problematike, se me thonë çështjet edhe kur më prezentove ma qele qatë dimenzionin e qësaj mënyrës se si perceptohem. Është një filozof Berkeley, George Berkeley, që thotë që thjesht do thotë ti je i perceptuar. Domethënë na sot kontribuojmë vazhdimisht në rrafshin e të perceptumit për tjerëve. Po një filozof tjetër tash nisa me hiun çka kom studiuar dhe çka ka ngrej. Po citon filozof sepse ke përmenduar bachelor në filozofi edhe po. Kjo një filozof tjetër është Arthur Schopenhauer, është këgja me pikpamje pesimiste kështu mbi jetën, mi po e ka një libër, le ta themi me disa eseja, këshilla për jetën, nuk është i këtij në tipave mendo dhe bëj i pasur, domethënë është tamam trajtim filozofik i një personi ose një qenje ose asaj që kush jemi. Edhe në 3 kapitull që mu më kanë ndihmu shumë me definu vetën, është nështë kapitulli i parë çka jemi, i dyti çka kemi dhe i treti çka paraqesim. E ke deshifruar vetën në këto 3 kapitull? Po, unë mundona dhe më thonë shpand që vazhdimisht me uni rahat me ato çka jam, edhe kur në një mas ose në një kohë, ajo që ka paraqesim mund të bëhet ajo që ka jemi. Dhe më thënë, na jemi vazhdimisht, sot po e shohim edhe përmes rrjeteve sociale, edhe pjesëmarrjes në hapësira publike, na mëtojmë ose tentojmë nga njëherë dhe na pëlqen me kontribu në këtë dimenzionin e asaj që ka paraqesim, jo asaj që ka jemi. E kur e bën vazhdimisht që ka paraqet, dhe më thënë, kur e performon një rol, ajo dikur bëhet edhe që ka je. Edhe bëhesh performues. Po, unë jem mundu me ingjiz, si me thonë, qenjen tam, i përvencu disa ide, disa koncepte, për shoqëni ma progresive, për drejtat njeriut, për barazi në shoqëni. Po që drejtës avokon shumë, realisht. Po, edhe kjo, si me thonë, kur e ke qëtë lloj bazamenti ose disa koncepte dhe nocione të përvendume, ti përdor mjete, por e me jetësu këto koncepte. Për ndryshe, nëse e ki veç qëllim pjesëmarrjen, protagonizmin edhe daljen në sipërfaqe që na deri dikun tash, nuk mujmë me vlerësu gjithherë drejt, se nështë edhe na pëlqen, po mos merr shit në humnerën e të qasaj që veç perceptohësh
për atë që ka paraqet dhe jo atë që ka je. E ky regjistri asaj që ka kemi është, besoj, tash më shumë i trajtum që ajo nuk na bën që ka jemi, po e shohim dhe tash përmes platformave që kërkojnë shumë konsum vizual që vazhdimisht dalin njerëz në TikTok, sidomos për shkak të atij algoritmi sofistikum, edhe të dhezën këto teoritë, si me thonë, edhe leximet, kur shet diçka sepse e sheh analogjinë e një teorie, e pash një djalë me një Ferrari edhe dikush tjetër t'u ja parku, ose nuk e di çka ke aty një si lloj mime hajgare që ka me thonë, edhe ai kur hini me vozit Ferrarin, që ke Ferrari Çfarë kontenti? Lambo ose Lamborghini, se nuk i dollej në shtatë shumë, edhe ai djali që ishte posedu, do të thënë që ka kontribu të jetën e vetë në regjistrin e çka kemi, sepse ai menon se çka ka është dhe çka është. Çka përfaqëson? Çka bën ato? Ai tha, mirë ma paske praku, a parku, nuk di me thonë parku, ose më duket që prefekt dhe perfekt nga të rajtë, dhe me thonë, në krejt jetën e ti që ka kontribuaj për me thonë qka jam, unë është ajo që kam. Kam një Lamborghini. A i kom ka pra të story what you do for a living, që pastaj është shumë probleme spjegu. Paka shumë që ajo, ama ajo është, si me thonë, një lloj baloni shumë i frym, që në një moment, ose në një moment tjetër, ki me kallëzu çka je. Edhe nuk mundesh me nxjerr senët që të rrethojnë dhe që i posedon, për me kallëzu çka je. Këto gjëra materiale, a ke shpresë në gjërat e të reja që nuk duhet na përfaqësojnë, a ke shpresë në gjërat e të reja që nuk e kanë synim këtë materialin, këtë veturën në shtrajt që me u identifiku me një Ferrari dhe me u identifiku me një Lambo, po tjetë më e hapën, tjetë një horizont më i madh, sepse tek e fundit vetura një funksion e ka. Si Golf 2, si Ferrari një funksion e ka. Mundet me u dok shumë, se me thonë, sepse ka qenë piknisje edhe iluminizmit që na me kontribu, si me thonë, në qëtë regjistrin e asaj që ka jemi, duke ja atribu vetës sa më shumë dijen, njohurit edhe arsyen. Kjo u dëshmu me kohë që nuk është bash relevante për kohëna që na edhe sot jetojmë, ama na po e shohim se nuk e përmenda rastisht që konsumi vizual, që na sot konsumojmë një lloj fast food vizual. Një short spam të mërshëm. Sidomos përmes TikTokut që përmenda që ka avancu shumë algoritmin, është në qatë lloj kontribon, në qatë lloj dimensioni që njerëz dojnë me u paraqit, do më thënë në një mënyrë, si që nuk janë, e për me u paraqit, do më thënë për me kontribu në qatë rrafshin e të paraqitunit, të sferën e asaj që ka paraqesim, po si përfaqësorës, na edhe paraqesim ose ekspozojmë, ose qesim në sipërfaqe ato që ka kemi, sepse janë letë të ekspozueshme. Do më thënë, unë nuk po e mohoj... As nuk po përgjithsoj? Nuk po e mohoj, unë mundin e dikuj që punon edhe as nuk po e demonizoj, as nuk po e glorifikoj varfërin, sepse këto ka ndallime, por a mjaftën veç ajo që ka kemi dhe ajo që ka paraqesim që na me uni rahat me vetën tonë në atë që ka jemi. Dhe më thonë nëse i ndajnë qëto 3 regjistra. Kështu që na po e shohim se kërkesa e ati që konsumon vizualisht, shikusit, në mas të madhe është ajo që të vlerësën se ti duesh me pas një Lamborghini për me konë dikushe, prandaj unë të vlerësoj në qatë mas. Ama, kjo është shumë letë thashe ekspozushme, sepse ti e servon, po edhe letë e shtjershme, sepse kur dalim na dy për kafe një muhabet kemi me bua, po jo? Edhe qatë me folën për gomata, për ngjyrën e Lamborghini, okej? Shumë e vërtet. Flasim, sa flasim? 5 minuta, 10, një orë, edhe shpenzohet. Kështu që unë tash, pse di, është shumë obsesionim edhe jami me të lexumit, të kapjen e rrokjen e koncepteve dhe teorive që ndihmojnë në një lloj angazhimi shoqëror, para se me ndihmu ose me i shërby dhe me kontribu në regjistrin e asaj që ka paraqet dhe që ka ki në një shoqëni. Dibran, filozofia dhe të lexuarit tek ty unë gjithë shumë herët, po si unë gjithë politika tek ty? Ku vë bashkë filozofia me politikën që sot t'jesh një nga akterët kryesor të debateve politike që njerëzit me shumë
ëndje dhe dëshirë dëgjojnë analizat e tua. Ku bëre bashkë me politikën? Cilën pikë? Unë mendoj që, domethënë, na jam mojnë tash, nuk jam në filozof, në studje filozofi. E kuptoj, si pasion. Po, duke dashur edhe këto në rrafshin asaj që paraqesim shpeshherë me përmend, se këto bëhen vetëdijshëm, që me dashur me kriju një lloj identiteti, apo jo, me kallëzu edhe kush je, edhe çfarë lexon, edhe çka përfaqëson. Na e kemi pak një lloj megalomanie, le ta themi, që thëmë që të gjitha shkencat edhe gjithçka që ka derivu në atë që na i njohim sot si disiplina, kanë derivu pe filozofisë. Kështu që filozofia dhe politika për mua janë një, domethënë angazhimi politik për mua është edhe filozofi në vete, sepse angazhimi politik ku ka ardhur, që sa vite? Unë, se me thonë shpend... Se për me avokush e shrinë civili është e pamundur pa qenë bashkë me politikën në një pika? Këta, do me thonë, atë që paraqesim edhe në identitetin se qka jemi edhe qësh e manifestojmë vetën, na kontribuojmë vetëdijshëm në do regjistra ose në atë që e thash në mënyrën se si tjertë na perceptojnë neve. Kjo nuk është shpeshherë aq e menaxhueshme, sepse rrafshi opinioneve të tjerëve për ty është një farë oqeani pafund. Domethënë me hy aty hup. Po ti mundohesh me direktu një lloj, se më thonë, personi që paraqitesh me atë përafërsinë se çka je. Tash, unë kom nisë dhe nuk bona ketë i naiv, le ta themi, në qëtë regjistrin e çka paraqesim dhe si perceptohemi, me thonë që unë gjithmonë kom dasht edhe jem paraqit si i pavarur, ose atë që kjo fusha e analistëve e ka shumë kompleks, me thonë. Unë thëmë që vetëdijshëm kom qu ujë, le ta themi, në mullirin e vetëvendosjes të paktën për një 2 vjet fillesare, se jo pse unë kom pas ndaj interes specifik, largë qoftë, po se kom besu të një ide e progresit shoqënor dhe ndryshimeve shoqënore. Mandej gjykimet vinë pe jashtë edhe kur ata nuk mujnë me rrok që lloj përkushtimi, që ti e ki për një ide, e ki për një arritje ose jo të progresit shoqënor, edhe pa tjetër që lidhja e shkurt ka me kon paguash prej vetëvendosjes, mandej kur nis me i kritiku, tash paguash prej opozitës. Kjo është lidhje e shkurt, po unë në shkollë të mesme ka ardhur një grup i aktivistëve të vetëvendosjes, domethënë që aty ndoshta ka qenë një shkëndije, edhe ka qenë viti 2011-2012, kum pas 16 vjet. Mandej... Na kallëzove moshën kështu 19-7. Kom nis me... Po, jo, se e ngatrojnë shpesh se me 17 ja kom nis mandej fakultetin e që tash minëzi. Nis të non më riva. Edhe që aty kom nis, mandej... atëherë nuk ka qenë angazhim shumë i vetëdijshëm. Unë kam mundësi që kom shty veten edhe drejt disa ideve dhe koncepteve që në parafru me vetëvendosjen, sepse dikush më ka thonë, hajde angazhohu në qëtë platformë. Ama kjo ka pas periudha her pas here në dalje në protesta deri te angazhimi në Orka, që ka nisë me u shëndru në një lloj angazhimi për arsim cilësor, edhe kjo me një përmbrenësim të një koncepti që zhvillimi shoqënor dhe progresi shoqënor, ndonë se na nuk mujmë me ditë, dhe më thonë, thamë unë pianisi mu angazhu qështu, sepse kjo më rezulton që nga pika A në pikën B do më rrinë në këtë trajektore, ama na në gjuhën popullore them me abu hizmetin. Në më thonë, unë në të në kohën e të gjitha kauzat që përfshina, unë e kam qatë lloj ndjesie që jam aty për me bu hizmetin. Sa e ndin vetën të keq kuptuar Dibran? Po, nëse... A mendon që keq interpretohesh shumë raste? Unë mendoj që na marrim përsipër që të rrezikun, le ta themi, se di sa është rrezik, se nuk po du me paraqit në lloj viktimizimi, se na edhe përfitojmë prej këtij angazhimi, ama e bëjmë ndershëm paktën për veti, se akuzohemi që marrim e nuk marrim. Por fjalët që dalin nga goja nuk i shpaguan asnjë rrok, kështu që. Po, unë thash nuk, domethënë, e përmana në fillim, kur hi mrana 4 mureve të banesës dhe të shtëpisë, edhe në qatë lëkurën tame të asaj çka jam, edhe në mos pasjen e vëmendjes ekstreme ose të pafundme të aty në çka mendojnë të tjerët, pra rrafshi opinioneve për ty,
Dhe kjo është dhe i dikun, thashun, mund t'i përafrohet, po ti e din që s'është e vërtetë dhe je rahat. Ama, thash, një 2 vjetë angazhimit, sidomos në platformën tjera, kom kontribu, kom që ujë në mullinin e vetëvendosit, sepse kom besu të një ide e ndryshimit dhe progresit shoqëror. Kjo nisi me u transformu edhe me u kthy në kritik të paktën në atë që unë më tëj me bo, kur unë e pash që ka disa devijime prej atyne që kom besu. Natyrisht, kjo angazhimi në orka, angazhimi në lëvizje tjera shoqënore. Të kam bërë kyqesat. Po, unë mundona vazhdimisht me kontribu. Sa dje djallë ri ndërtuar, mund të them kështu me bindet të tua më këndvështrimet, perspektive të tua dhe atë se si është e botën dhe jetën dhe pastaj profesionin, por kujt i atribon më shumë të ndërtimin tënd, Dibran? Kështu përveç vetës, base angazhimit tënd që ke për të qenë ndërtuar dhe ky që je sot, po kujt ja atribon më shumë? Unë menoj që na duhet vazhdimisht me ndërtu ose me së ndërtu një lloj personaliteti që thash e ka një bazament të fort teorik dhe e ka guximin i bashkohet që si bazamenti teorik i bashkohet edhe guximi për me qenë aktiv në çështje shoqërore. Sa i vëfaj ose lavd bazamentit tënd? Tash, unë menoj që ka pas këtu edhe, le ta themi, hendikepe, po besoj shumë shpejt edhe ato e trajtojmë, ama formësimi jam, që nuk po e thëmë tash, nuk kam kumedit, nuk kem kumedit qka që mos të ndërtej prap një lloj perceptimi, ose mos shty perceptimet të tjerve për ato qka nuk jam në fund tash. Ato që ka dojnë në tjertë me perceptu edhe e shohin. Shika, unë e vlerësoj shumë mendimin kritik, ti je një djalë me një mendim kritik të ndin shumë personal, që shumë shpesh në shumë raste mungon. Kështu që mendimin kritik unë tek ty e vlerësoj, po patjetër të vjen edhe guximi. Do të thënë, e di që edhe këto rrafshi perceptimeve, edhe ato që ka thënë të tjerë si opinione, na thënë që po i rasim hunë gjithka. Mirë po, unë mundona me trajtu çështje duke e pas një piknisje edhe duke qitë disa premisa për me arte një konkluzion. Nëse nuk nina që kam mjaftueshëm një lloj brumi për me trajtu, nuk fut në fare në atë, se menoj që ka njerëz që mund me zotru hapësira që ju takojnë. Ama, sidomos në çështjet e barazisë gjinore, dhunës në shoqëni, dhunës në familje, unë besoj që ka përjetime të kapërcyeshme dhe të pakapërcyeshme, të cilat të çojnë në një, s'po du krejt më bo mistik, po të çojnë në një drejtim edhe në një lloj vendimi që ti në situatën që e merr atë vendim nuk e kupton pse e ke marrë. Për shembull, të regjistrumit filozofi në moshën 17 vjeçare është një lloj kafshate e pakapërditshme për një 17 vjeçar që thash në përjetime që s'po du shumë i egzageru, po besoj i flasim edhe në momentet të tjera. Edhe tash, kur nuk ki shpjegime për sanët që ndodhin, sepse ti si fëmijë menon që do më thonë mini universi jot është edhe makro universi jot, menon që e gjithë shoqënia, e gjithë bota funksionon mbi ato dinamika, edhe ti shtyhesh, cytesh aksidentalisht drejt një disiplinë si që është filozofia. Po kjo dikur me kohë e kupton që një lloj memorizimi i situatave dhe i përjetimeve në kombinim me disa lexime ta prodhojnë një lloj harmonie shpirtërore që shumica fatkeqësisht nuk e di unë, nuk po e paraqes veten as të shërum e as të smut. Ama unë besoj që shumica e asaj që ka na sot i quajmë devijime të personaliteteve, të personave, devijime të individëve që kanë probleme me shëndetin mendor e tjerë, emocional, janë në radhë të parë disa përjetime që nuk kanë pas mundësin asnjëherë me u trajtu edhe në shtyp, nuk kanë pas mundësin me u trajtu në familje se ndoshta vetë familja e ka shkaktu, nuk kanë pas mundësi me u trajtu në institucione, sepse institucionet tona e dim në çfarë gjendje janë. Dhe janë plagat pashëruara. Po, edhe për çto angazhimi jam është një lloj energjie e pashtjershme, po them unë, sepse në çdo situatë unë mendoj që kjo edhe po vërehet, në çdo vit na kemi vrasje të grave, në çdo situatë unë mendoj që dikush është duke përjetu
diçka që dikush tjetër ka përjetuar më herët. Në këtë avokim dhe në këtë këndvështrim, Dibran, sa ka eksperienca personale këtu? Ka tepër shumë, po unë jam mundu që mos me paraqit ose nuk mundesh me bo, as nuk ish dash me bo një lloj ndasie prej përjetimeve tua dhe angazhimeve. Por nëse nis diku, a? Po nis dikun dhe kjo besoj unë, që me thonë, komplementojnë njëra tjetrën, kur ka një lloj ndërthurje dhe prodhon harmoni. Por ndryshe, unë nuk them që eksperienca jam është eksperienca e botës, sepse të gjitha rastet mandej e kanë, se me thonë, një vegz ose një vegz tjetër ka mujnë me tërhekë dhe janë shumë specifike. Ama kur të paktën çka ish dashur me në mu teoria leximit, edhe pse nuk janë gjithçka, do të thonë nuk është fundi i gjithçkaje, nuk është e kompletuar me kjo farë mozaiku, është një lloj mjeti që ti me u largu në distancë prej vetës tonë të dikushme dhe përjetimeve tua, për me i mujt me i dhonë shpjegim. Po kjo është prap hapi i dytë, do të thonë janë diçka që ki përjetu, është diçka që ki rrokë, ki ka përmes mendjes, përmes teoria, po kjo nuk është e mjaftueshme. Prandaj për mua shpëtim u kanë në një farë formë dhe do të jetë, besoj, për shumë kohë edhe angazhimi, që ti këto dyja i kombinon për me bo sa do pak intervenime të vogla sporadike në porët tona shoqërore. Jo rastisht pyeta për eksperiencat personale, sepse nëse del dikush dhe avokon që të mos përdoren substancat narkotike, zakonisht janë ata që janë shëruar nga substancat narkotike dhe bëjnë thirrje që të mos përdoren. Nuk del, është një rast shumë atipik nëse një ekonomist del dhe bën thirrje mos përdoren substancat narkotike. Andaj pyeta, në planin tënd personal, ka pasur eksperienca të tilla, të cilat sot i avokon për to dhe bën thirrje dhe ngrit zërin për to? Po, shëndë më thënë, unë e përmena paka shumë, nuk e dija ka nevoj me u stërhullu, po edhe ka nevoj me qenë të sinqert ndaj publikut. Ama kjo jo për arsyen e vetme të viktimizimit, me thonë. Nuk muj unë me gjyku as atë që ka përjetu dhe e ndjen vetën të lëndum ose të lëndume, se unë nuk muj me i thonë ndikujt që ka eksperiencat të ndryshme me që ka dinamika specifika të ndryshme të secilit që ka përjetu kësi lloj eksperiencash, me i thonë tash për su viktimizo, po që bën diçka. Jo, secili e përjeton në mënyrën që përjeton, dhe më thonë atë që i ka ndodhur. Ama unë, si lej shpëtimi, thash, e kom pa në një piktur më të madhe, që nuk është faji që atribuohet një personi. Nëse dojmë me konkretizu babës ta. Po nështë ta baba jam në ndo përjetime të luftës, ose para luftës, në një shoqëni patriarkale që na vazhdimisht nështë ta edhe shpeshere keq interpretojmë që patriarkalizmi rëndën si barë në kurrizin e grave, kur është e vërtet, por patriarkalizmi rëndon si barë edhe në kurrizin e burrave. Dhe më thëmë, patriarkati shtyp edhe burrat, sepse burri në shoqënin tonë, për me qenë i suksesshëm, çfarë do të me qenë? Me pas një shtëpi, me pas një kerr, me pas një lloj mirëqenie, me i maj 2 puna, 3 puna, çfarë do që bëhet, dhe më thënë, besoj atë filmin Adoleshencë kanë pata shumica, dhe më thënë, kur në një shoqëni me shtytje edhe me raj të thella patriarkale, presioni rëndon edhe mbi burrat, një burr, kur nuk mundet me mbrit disa, le ta themi, disa kritere, standarde shoqënore, ai mundet me u transformu në një qenie që nështë s'ka qenë ma herët. Edhe shumë përjetime. Se e konkretizove emrin e babait, Dibran? Po, unë menoj që kjo është tashmë evidentume dhe shumë e vrejtshme shpend, që shumica rasteve të dhunës në familje vinë nga burri, si dhunues të gratë ose të fëmit si viktima, ose si mbjetuese të dhunës, po tash duhemi me tentu mos me fajsu një sistem, ose mos me fajsu, mos me koncentru fajin të një person, as të një gjini. Duhen na me hulumtu shumë pore shoqënore për ka vjen padrejtësia shoqënore. A vjen për një institucioni shkollor, po,
sepse nuk edukohemi, nuk shkollohemi si duhet, nuk arsimohemi për me pas një perceptim tjetër mbi botën, realitetin, po thua që mos gjykohen personat si individ, po të gjykohen si një zinxhir instantas të cilat e kanë sjell ata, po thua. Le të mundohemi me dekonstruktu në atë që po them unë si po mundohem të jem më i thjesht me publikun. Po patjetër, si pikturë e një shoqënie kosovare. Pra, një burr dhunus në shoqëninë tonë nuk e ka pas arsimimin që duhet, shkollimin, edukimin. Familjen e ka pas po ashtu patriarkale, po dhe unë e kam pas. Ama unë besoj që kom rri me shkyqat vellën e patriarkalitetit, për aq sa kom mujt dhe kom pas forcë intelektuale dhe fizike. Dibrana, mund të pyes këto arsyetime po i bën edhe i ke bërë më herët që t'ja lehtësosh vetëm pak dhimbjen vetes apo jo? Jo, unë menoj që... Se po e shesh shumë larg si... Po, kom nis me uni rahat kur jem angazhu që të paktën nëse kom mujt me depërtu në një pore shoqënore të një kutadion, përmes edhe platformave televizive, një fëmijë 6-17 vjeçar në has, në zhur, në kutadion, në lapti, e ka një fjalë, e ka një referencë, e ka një libër, edhe nështë që ajo është kthesa e rastishme e ti e saj, qysh ka qenë kthesa e rastishme e jamja në formësimin tam filozofia. Nuk është edhe ati ose asaj filozofia, po mund tjetë kthesë e rastishme, për shkak që na nuk mujmë me bo shpend revolucionin mrana nate. Figurën e babajt, si e shes sot, Dibran? E ki fjallën për të babajt kështu si koncept i përgjithshëm shoqënor, apo të babajt si relacion jemi me babajn tim? Babajn, kjo e dyta. Nuk është që e kom folë shpesh, do me thonë unë thash, jo mundu me i dhonë shpjegime situatave, po për ndryshe familja jonë edhe nasë 6 fëmijë jemi, nuk kemi mujt me kësaj mendësie shoqënore të dhunës edhe të përjetimeve trona. Dhe me thonë, nuk e di a ekziston qaj perceptim për shembull për ato fotot tash jemi këtu pa babën, po nona është e divorcuar tash e 2 vjet, edhe për shkak të eksperiencave që i përmena, po shpesher më ka që di, adim pse e thash në fillim nuk ishtë dasht me pas lloj rrëfimi drejt viktimizimit, po drejt një angazhimi shoqëror, çdo eksperiencë, është për shkak që na i kemi me pa përjashtim, domethënë kemi përjetu situata të rana, po ato mund të shërbejnë si një lloj zjarri, le ta themi, për me inicu edhe si një lloj karburanti për me inicu ndryshime shoqënore edhe që dikush tjetër mos mi përjetu ato. Do se nuk janë të izolume. Nuk është që na ka ndodhur neve dhe nuk ndodhin më dhe jemi raste të izoluar, po ndodhin për ditë. Po nga kjo bisedë dua të marrim patjetër mesazhe të mira Dibran, sepse po tregohesh shumë i sinqert dhe shumë empatik, çka po e vlerësoj shumë, por divorci i prindërve tek ty sa ka ndikuar emocionalisht? Jo, kjo është në fazë të vonshme, domethënë tash na jemi të rritur komplet dhe kjo ka ndodhur para 2 vitesh. Duhet me kuptu shoqënia jonë që divorci është sa një ma normal në një shoqëni që ishtë dasht me mëtu drejt një, si më thonë, ose progresi, ose harmonie të përgjithshme dhe shoqënore. E gratë të na, për shkak të gjykimit, edhe për shkak të kësaj mendësie patriarkale, thashën, janë të shtypuna edhe të dhunume se nuk kanë vend tjetër. Dhe më thonë, qysh gjykohet një gru nëse divorcohet, qysh gjykohet një gru nëse e len burrin, se na duhet me rujt një celul që është familja, sepse familja është e shnosh, ose vazhdimisht e përdmenen këtë frazën familja e shnosh. Familja është një lloj celule që në fund të ditës i shërben një rendi socioekonomik. Më thonë, e pranoj që na për me siguru streha emocionale, strehohemi aty, se është celula, le ta themi, primordiale, por nuk është tragjike, se ku nuk funksionon një lidhje, divorci është ma e mira e asaj situate. Jo gjithë e marim njëjtë, sepse
ka karaktere të ndryshme, cilët e përjetojnë shumë ndryshme dhe pastaj e bën një kthesë shumë të madhe në relacion me jetën dhe rrugtimin e secilit fëmijë, po andaj të pyeta sepse e shohin shumë këtë intervistë dhe doja të merja më shumë tek eksperjenca jote që të marrin më shumë dhe shikuesit njëkohësisht. Po unë domethënë tash krejt angazhimin edhe shoqëror edhe pjesëmarrjen në hapësira publike e bëj për me avoku për çështje edhe pore shoqërore që mund me bëjnë ndryshimin në tërësi, edhe kur na nuk e vrem thash mrana pikës ose pe pikës A në bëm me thonë që kjo ndodhë mrana 5 vjetë dhe 10 vjetë. E thash për fillimit me abo izmetin është mirë, ku do që shfaqët ajo. Për divorcin nuk na ka ndiku neve se na tash më këtë jemi mbi 18 vjetë, ama ti e shtërën pyetjen shpend çka nëse kishë ndodhë ma herët dhe çka nëse ishin evitu 10 për mos me thonë 100 përjetime që një fëmijë nuk mundet me i konceptu. Ti nuk ki bazament teorik, as nuk ki aftësi hynore për me konceptu situata që s'munësh mi shpjegu. Ti memorizon. Prandaj në një situatë, le ta themi si tamën, i merë do të copë za teoria dhe mundohesh mi dhonë shpjegim memorizimeve, po çka nëse që kjo nuk ndodhë në rastet e tjera? Çfarë deviacione, le ta themi, mundet me prodhu për një fëmijë përjetimet traumatike. Thonë, shpend, adin qysh, tash nuk është rrëfim viktimizimi. Po unë, me krejt ato lukun edhe pamjen edhe këto që po i flas, edhe të perceptumit ndoshta të një fëmije të përgdhelun dhe të privilegjum dhe me një arsimim ku ta dione çfarë edhe hajde pas ka depërtu në një platformë televizive për me dhonë analiza politike, kanë herë mja qëllu ose kanë herë jo, thëmë përballë vetës e keni person që në moshën 6-7-8 vjeqare urrej me shkop gome. Krejt që kjo është mëran qëti personi. Na i thim pendrek. Edhe është lanë jashtë në dimën. Tash, krejt që to janë rrëfime që ti memorizon, ose situata që memorizon dikur, e merë një kthes të rastishme përmes teorisë dhe mundohesh me konceptu që ka ndodhë, mundohesh me qitë në vend të fajt, me qitë institucione edhe me qitë shoqni në përgjithësi. Prandaj, kritika ndaj shtetit, ndaj aparatit shtetnor, ndaj institucioneve është ata s'pe bojnë punën e vetë me na arsimu që duhet, me na trajtu që duhet, në qendra që duhet mu trajtu, me pas mirëqenia ekonomike e sociale, sepse këto i përbëjnë shtysat që ta përdojnë një situatë. Jo pse ajo ka ndodhë, veç se ka ndodhë. Edhe kur ta thash këto, është nështë ta, s'po du me egzageru, se prap janë të qesha. Kuptaj, por është një... Si lloj të kalimi, nështë ta është përjetimin ndër ma të lehtit i shkaktum, prej... Jemi të prirur të gjykojmë dhe të paragjykojmë, Po, pi figurës së shejtë atit ose të babait. E qaj është, nuk të më thonë, unë mundona që në qëtë betejën tonë të përbashkët mos me nxjerrë fajtor, po me nxjerrë shkaqe që kanë prodhu fenomene. Dhe kjo është rrëfimi dhe angazhimi jam vazhdimisht që mundona me qu deri në fundsat. Nga kjo fotografi që po e shoh, me kaj ke lidhjen më të fortë? Ta është të thonë me maqokun. Me maqokun, unë e di që i do macat shumë, edhe unë i dua macat, po flasim për njerëzit, filmin. Me kaj ke lidhjen më të fortë? Kush është telefonata e parë? Nona, pa dyshim është nona. Thash, nuk ka mundësi me patronizu në kuptimin që nona e ka marrë një vendim të vënum, po thellë në vetdije, nështë edhe deri dikun ka depërtu në vetdijen tamë që ka mujtë me qenë një shtyllë mbështetëse që nona me marrat vendimin e divorcit. Në çfarë forme? Në formën që ulesh edhe diskuton, dhe me thonë, çka janë, shpendu në vi prej një katunit suarekës, dhe me thonë ti kap copza rurale për me tregu fenomene të përgjithshme shoqënore që janë me që na jemi shoqëni, le ta themi, rurale dhe primitive në përgjithësi. Me nonën është dashur me abu të ditun që ti ki me pas mbështetje edhe mas vendimit. Sepse gjykimi shoqënor i një shoqënie patriarkale, le të bëhemi të sinqertë. Është i madh. Për një nonë që e merr një vendim mas 6 fëmijëve dhe 30 vjetë martesë, ç'është? Aha, kjo mas 30 vjetë martesë tash e dol
gjumi edhe... Që tash i ran men. Që tash i ran men me u divertu. Këto janë gjykimet. Ama, a ka mundësi që nëse jo gjeneratat po du as me nëzit, as me produkt konflikt generatash, po kjo ndodh pashmangshëm çdo herë, nëse jo gjeneratat e vjetra, të rejat me kuptu që fenomenet shoqënore prodhohen nga ndrydhja dhe jo nga hapja. Dhe kur ti e ndrydh një lidhje që nuk ka funksionu edhe i qetë barjera, ajo ka me shpërthy në një formë ose një formë tjetër. Ajo ka shpërthy për mes formave që na i folëm, ama u dasht një situatë me ardhë shumë kohë për me ullë me diskutu që kjo është normale. Në thënë, se qka është normaliteti dhe jo... Ishte ti fëmija i vetëm që e morë këtë hap me nënën? Jo, kanë qenë të gjithë, edhe unë thashe këmë bërë qatë lloj diskutime, po të gjithë që po shihen këtu kanë kontribuar dhe themi në atë vendim, edhe ja kanë bërë të ditun që qarë do lloj vendimi që merr ti si na jemi, më thonë, pranë ose në mbështetjet vendimit. E pa të vështirë në marrë këtë vendim të pranë? Jo, as pak. As pak se tash i tregova pak a shumë, dikush që nështë ka përcjell intervistën edhe mundet me kriju lidhjet të fillimit edhe të fundit, po kjo është situata e familjes tonë në mas të madhe edhe e shoqënisë tonë. Prandaj na duhet një lloj angazhimi i gjithanshëm, i gjithë akterëve të shoqënisë për me i bëu këto ndryshime. Çka ndodhi që u lidhe kaq shumë me maca, sepse di që i ton macat shumë, ose a ishe fëmiria, apo çush erdhën macat tek ty, pse jo qeni për maca? Qarë koincidencë. Domethënë, po më duket që shumë shokë dhe shoqë në Instagram ma kanë bu mute. Për macën, a? Po, më kanë thonë, po çka, disa mos do shoqët... A i fëmijë me pasë dhe të shkon nerva me postuar shumë? Do shoqët të Shqipnisë, po është veç macë, zakon, në tha nuk e di pse. Nuk e thash shpend ma herët nëse... Qa ki gjithë tek maca? Jam shumë kurios nga ditë si karakter, si natyrë. Unë mene që për mu të paktën, kafshët kanë qenë një lloj trampoline për me kalu të dashnia ndaj njerëzve në përgjithësi. E thash që ti si fëmijë, mikro-universi është edhe makro-universi. Qajo që ka ndodhë, menon që gjithë bota funksionon mbi pabesi, mbi dhunë, mbi ndëshkime e tjera e tjera. Prandaj, ty izolohesh dhe besën që dashuria ose sinceriteti në marrëdhënie njerëzore është bota, që funksionon, janë që ato direktiva ose shtysa, le ta themi. Edhe unë e ku marrë për rrugës, më thonë, 3 maca, shumë vogla, i ku më shy, edhe nuk e di, nështë është ndjesi që na ja krijojmë vetës në raport me kafshët, duke thonë që ato po na dojnë neve, kur vjen për shembull me të ullë ose me të fjetin. Po thua që në imagjinatën tonë e krijojmë atë afeksionin që po na dën. Ka mundësi që e krijojmë ashtu, nështë kjo ka veç se ishes ushqim. Se ka najtë gjo tjetër kjo. E ka shumë instinktive. Ama, nëse një ndjesi të pëlqen, nuk ka nevojë me dhënë shpjegime. Unë këto e kom majtë si lloj parimi ose si lloj gjykimi në raport me njerëz që u kon gabim. Do të thonë duke u shqy për aq sa kom mujt me teori dhe nocione dhe koncepte, ti beson deri në një mas, edhe për shkak të përjetimeve, që çdo sa duhet me pas shpjegim, edhe në marrëdhënie shoqënore. Po këtu të ik koncepti, nocioni dashurisë, se dashnia është e kundërta që saj. Është ajo që ti nuk mundesh me i dhënë shpjegim. Edhe për shumë kohë, unë kam pas një lloj izolimi gati të tërësishëm, si me thonë, ndaj marrëdhënieve edhe njerëzore edhe dashunore. Pse? Për faktin që, thash, shtysa jam ka qenë, edhe gjykimi jam ka qenë që të gjitha marrëdhëniet janë një lloj pabesie e një lloj mos sinqeriteti, për shkak që kthehemi te mikrouniversi që e përmenda, domethënë përjetimet dhe fëminia. E ka kaluar këtë fazë, beson tash në dashuri dhe në marrëdhënie ndërnjerëzore? Po, në tash 2 vjet po bohen që jam në një lidhje për te i maqokut, që është e dashura jam, edhe vlera që besoj kanë po edhe në rrjetet sociale, po
i bëhet qefi. A gjelezon vlera në raport me Maqokun? Në Maqokun jo, po me maca. Me maca tjera? Me maca tjera, po shumë, edhe munoj me rujt një lloj balanci. E thashë, dhe më thënë, kur... Da po flasim për Maqokun nga të shrishun, sepse ne janë nisë me Lambon edhe me veturën se sa shumë i postojnë, po me postu ma shumë Maqokun se veten. Është një farë indikacioni që ka një rol shumë të rëndësishëm në disponimin tënd, Dibran. Unë kom nisë, do të thonë, me trajtu që të raport me kafsht, edhe një lloj marrëdhënie që nuk të lyp shkëmbime. Edhe pse e thash, ti dikun e rezervon në vedien tonë që nështë është të mdasht pse piqes o shem. Por është një merjep. Por është një lloj ndjesie që s'munësh me shpjegu, le ta themi. Por një kafshë për kujdesesh edhe që nuk i ka që to ngarkesat që na ja kemi dhonë qenjes njerëzore duke shty drejt pabesive. Po është shumë e bukur në një formë se mënyra kur e ushqen ti, falënderimi i një kafshë bëhet në një formë ke ndryshe që është bëhet e njeriut. Kështu që është shumë e bukur kjo për të përjetuar. Edhe kjo më ka shërbyer si lloj trampoline thash për me kuptu manete. Kom thonë, okej, kom thonë një lloj shtyse dhe nxitje që ekziston një marrëdhënie dhe diçka në mes që ti s'munësh me shpjegu. Edhe ti tentu për vite e vite me radhë përmes arsyes me dhënë shpjegime të diçka që nuk është të shpjegueshme. Shumë racionale me qenë. Edhe në moment veç ka klik ka thonë, okej, nështë që kjo është. Kjo është shpjegimi më i bukur që e kam dëgjuar sa i përket atyre që mbajnë kafshë, sepse zakonisht i mbajnë për arsye të ndryshme, por që ke mësuar nga macja, është shumë e bukur mënyra se çush e shpjegove dhe kjo trampolina që ta ka ngritur rreth besimit dhe dashurisë së sinqertë. Në rregull, drejt fundit të intervistës unë kam disa pyetje konkrete kështu. Në pressing, me kë ke më shumë kimi? Ku, me thonë me kërkon që të pyetje Leo nuk ta bën, po ta bëj unë, po me kë ke më shumë kimi, me kë ndoshta kuptosh me sy ose prej nëse lejohet me thonë veç me Leon, do të më thonë nëse ekziston. Po Leon po përjashtojmë sepse është moderatori presingut. Nëse përjashtojmë Leon nuk e di, nështë me profesorin Blerim Latifi, për shkak që edhe kom pas profesor për këtë gatë, edhe besoj që, më thonë, jemi në një lloj marrëdhënie, se më thonë qash, në presingut që kuptohemi. Po me ata që nuk janë s'pak kimi, do më thonë që përputhjet e mendimeve tua me ta janë komplet? Ka më bënde që ka shumë, po parimin edhe i lirin, po do më thonë jena në koncepte në ato që ka analizojmë edhe përfaqësojmë. A ka pasur ndonjëherë për pas skena tensionuese pas përfundimit të emisionit, Dibran? Po, besoj që jenë të i kalu, shpesh herë njerëz edhe kur na shohin, unë jam një shumë keq kur thash në pe fillimit metëm të rrafshi i perceptimeve, kur shumica e besojnë që ajo që ka bëjmë në është një lloj teatri, po si këtu së në platformën paraprake, unë qatë lloj angazhimi e kom shumë emocional, dhe me thonë edhe kur për cilët mas kamerave me tension, jam qaj që jam edhe nuk është tërhiqna për diçka se ndodh prapa ose para kamerës. Po në rregull. Uroj që nuk marr shumë vrejtje për këtë pyetje, por unë dua të më bësh një diferencë dhe pse nga Debat Plusi ke ardhur në pressing në diferencë mes këtyre dyave. Shumë, unë e kom thonë Shvand, nuk du me u bo shumë hipokrit, për shkak që kom marrë edhe shumë gjykime edhe kritika për atë që për shembull e kom thonë në momentin që kom dalë në pressing. Unë mendoj që për me ja kriju qatë rahatin vetës në atë që ka kontribuem edhe ku shërbejmë, le ta themi, duhet me pranu edhe një element që është i thjesht. A e bojmë na falas këtë angazhim? Nuk e bojmë. Se për ata që kritikojnë dhe gjykojnë thënë pse e ki përmend që oferta ka qenë shumë më e mirë, e kom përmend se e bëj si punë dhe e bëj ndershëm. Prandaj, do më thonë, nështë edhe Leos nuk e ka për qefë edhe Leo këtë përgjigje, ama unë nuk du me... Uroj që as pyetje as përgjigje nuk e dëgjon Leo. Po nuk du shikuese me au paraqit një arsye me thonë sepse platforma ajo dhe kjo ishte më produktive dhe këta tim. Ekziston një aspekt që është i pamohueshëm në angazhimin tonë, që është nështë periferik dhe nuk e bëj veç për ato, se thash për fillim nëse shëndrohet në qëllim në vete, e hup relevancën, ama është aty.
është oferta, është edhe ai aspekti i mirëqenies. Dibran, kam 10 minuta që regjia po më bën presion me përfundu bisedën. E zgata sa mujta, po besoj një moment tjetër ne do të kemi mundësi që fillojmë edhe tema të ndryshme, sepse me juve mund të flasim shumë çka. Falenderoj shumë që ishe në studio. Faleminderit edhe ty për ftesën. A je sonte presin nga ju? Me siguri pe këtu atje më. Faleminderit shumë Dibran.